Inshallah bëhet diçka, inshallah në lëshojnë se pasha Zotë s'muna me jetu kështu. S'muna me jetu unën. Të paktën i los që të kem ujë me pi, se gjendja është kështu e trishtueshme. Banorët e fshatit Hade të Obiliqit tash e 3 javë po përballen me mungesë të furnizimit me ujë. Në kohën kur temperaturat rriten dhe nevojat për ujë shtohen, ata tregojnë se mungesa e ujit ka vënë në rrezik shëndetin dhe mirëqenien e tyre. 3 javë ditë ujë s'kena, që të përdohet me jetu unën pa ujë, pa pije, pa kurgjë, unë shkrema rrujt e blej në Bilic. Këtu katastrofë është pe, mas por pe insekte, pe zëtësie, pe sene, s'mush me jetu këtu pa pikë ujtë. Inshallah bëhet diçka, inshallah në lëshojnë se pasha Zotë s'muna me jetu kështu. 3 javë pa ujë, s'dim çka bojna. Na ka do shumë keq. Maqina s'punon, bojleri s'punon, asnjë mjet nuk punon hiç. Këto është e pamundur m'ja dalë, se gjendja është tepër e keqe pa ujë, domethënë s'po mundem m'ja dalë, nas po kena mundësi edhe me ble ujë me pi, edhe për gjona elementare, edhe me pagu ujën, të paktën i los që të kem ujë me pi, se gjendja është kështu e trishtueshme. Për këtë, komuna Obiliqit mban përgjigje se vetëm kompaninë regionale të ujësjellësit Prishtina. Përgjes për furnizimin me ujë është kompania KRU Prishtina. Shqetësimi i banorëve është që një kohë bajaget gjatë, nuk është shqetësim vetëm i banorëve të fshatit Hade, po edhe të Mazgitit, të Millasheves, të Bashkisë Traskovës, edhe të një pjesë të Plemetinit. Sipas zyrtarëve të KRU Prishtinës, fshatin Hade po keq përdoret uji i peshëm, edhe pse unë jam kundër reduktimeve të ujit, nëse eventualisht ka keq përdorime të ujit, atëherë ka forma tjera që të mirën mosa. Ndërsa nga KRU Prishtina mohojnë se fshati Hade ka mungesë të furnizimit me ujë që 3 javë. Sipas tyre, në këtë fshat nuk po aplikohet ndonjë reduktim, por që banorët po e keqpërdorin ujin e peshëm. Tash në pikun e verës ata dhe kanë filluar të keqpërdorin ujin e pishëm dhe ne nuk jemi duke aplikuar as edhe një reduktim, por uji nuk po arrin në pikat të larta. Sipas njësisë operative të ujësjellësit në Obiliq, ata janë në inspektime në atë zonë dhe sipas tyre nuk është e vërtetë që nuk kanë fare ujë të pishëm që 2 apo 3 javë, mirë po mungesa e ujit të pishëm është shfaq në momentin që kemi pas destabilizim të situatës ditën e djeshme me Shkabaj.